Bashkia e Vlorës kërkon nga institucioni i prefektit të Qarkut qëndrimin juridik dhe të argumentuar në lidhje me mos shprehjen e lishmërisë për shoqërinë Vlora Invest. Lajmi është konfirmuar nga vetë kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, gjatë një takimi që ka zhvilluar me gazetarët në Bashkinë e Vlorës. Sipas Mersinit, prefektja e Qarkut të Vlorës ka mbajtur një qëndrim juridik të ndryshëm me Vlora Invest nga shoqëritë e tjera, të cilat edhe ato janë në administrim të Bashkisë së Vlorës. Ne kemi paraqitur objeksionet tona, sepse kemi menduar që qëndrimi i prefektes për Vlora Parkin, shoqëria aksionere që është një ligj tregtar, ka mbajtur një shprehje të ndryshme lishmërie nga karakteri individual, jemi në pritje të përgjithshme së prefekturës. Jo, ne mendojmë që të jetë një qëndrim, pra qëndrimi juridik që vetë prefektura ka mbajtur për shoqëritë. Vlora ka 4 shoqëri aksionere, ju e dini. Vetë Bashkia e Vlorës ka 4 shoqëri aksionere dhe e ka qenë qëndrim juridik i ndryshëm nga këtë herë, kështu që kemi kërkuar sqarim pse duhet ndryshoj qëndrimi juridik. Kështu që jemi në pritje të përgjigje. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, thekson se institucioni i prefektit nuk e ka të ndaluar që të shprehet 2 herë për të njëjtin projekt vendim. Prefektja në ligjin e prefekturës nuk e ka të ndaluar që të shprehet 2 herë për të njëjtën gjë. Pra në asnjë vend nuk është e shkruar që prefektja nuk mund të nuk mund të ketë shprehimi për diçka që është e paqartë. Shiko, forma ligjore që në momentin që ka kaluar në Këshill Bashkiake dhe ka një miratim po nga prefektura, ka marrë formë të lishme. Mënyra se si është individual apo është akt normativ, është një koncept juridik që nuk ndikon në lishmërinë e Vlora Invest. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, këmbgul kur thotë se prefektja e Visallushi nuk duhet të veprojë me 2 standarde, por të japë një qëndrim të unifikuar juridik. Neve kemi menduar që qëndrimi juridik mund të jetë unifikuar, nuk mund të jetë një qëndrim ndryshe për një shoqëri aksionere të njëjtë me pronar 100% Bashkinë e Vlorës. Prefektja e Qarkut të Vlorës e Visallushi dërgoi në Këshillin Bashkiak projekt vendimin për ngritjen e shoqërisë bashkiake Vlora Invest SHPK, duke mos i dhënë miratimin e lishmërisë, por e cilësoi vetëm si një akt të karakterit individual. Projekt vendimi në fjalë është miratuar nga Këshilli Bashkiak i Vlorës në një mbledhje të zhvilluar në 28 shkurt, ku mori 26 vota pro nga këshilltarët e mazhorancës socialiste. Sipas propozimit, Vlora Invest SHPK do të ishte një shoqëri në pronësi të plot 100% të Bashkisë së Vlorës dhe do të kishte si objektiv kryesor menaxhimin e pronave publike vendore, përfshirë edhe administrimin e hapësirave bregdetare dhe plazheve. Megjithatë që në momentin e prezantimit, ky projekt vendim u shoqërua me debate të forta si brenda Këshillit Bashkiak, ashtu edhe jashtë. Përfaqësues të opozitës ngritën shqetësime serioze duke argumentuar se krijimi i një shoqërie të tillë bie ndesh me ligjin për vetë qeverisjen vendore dhe mund të krijojë hapësira për favorizim të interesave të ngushta ekonomike, apo siç u shprehen ata të shërbej oligarkëve. Edhe brenda radhëve të mazhorancës socialiste pati rezerva dhe diskutime. Disa prej këshilltarëve pranuan se projekti kishte nevojë për rishikime dhe përmirësime, duke marrë në konsiderat reagimet e qytetarëve, grupeve të interesit dhe çështjet e ngritura në media. U përmendën konkretisht propozime për ndryshime në strukturën, funksionimin dhe transparencën e kësaj shoqërie, me qëllim shmangjen e abuzimeve dhe garantimin e interesit publik. Nga ana tjetër, institucioni i prefektit ka paraqitur argumentat e tij ligjore për kthimin e projekt vendimit, edhe pse detajet të plota nuk janë bërë ende publike. Burime pranë këtij institucioni bëjnë me dije se shqetësimet lidhen me mënyrën e krijimit të shoqërisë, kompetencat që i delegohen dhe përputhshmëria e saj me kuadrin ekzistues ligjor. Tashmë mbetet për të parë se si do të veprojë Këshilli Bashkiak i Vlorës pas këtij vendimi. Ai ka disa opsione: të rishikojë projekt vendimin duke reflektuar vërejtjet e prefektit, të miratoj sërish me ndryshime apo të këmbgul në variantin fillestar, çka mund të çojë në përplasje të mëtejshme institucionale. Në çdo rast, çështjet e Vlora Invest SHPK pritet të rikthehen në qendër të debatit politik dhe publik në qytet. Nga ana tjetër, edhe prefektja e Qarkut të Vlorës e Visallushi nuk është shprehur qartë. Ajo duhet të ndajë shapin nga sheqeri dhe duhet të shprehet ose shpreh lishmërinë ose e kthen të palishëm.